Data 25 shkurt. Eksodi, kapitulli 8. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: Shko te faraoni dhe thuaj: Kështu thot Zoti, lëre popullin tim të shkoj me qëllim që të më shërbej, dhe në qoftë se nuk pranon ta lësh të shkoj, ja unë do ta godas gjithë vendin tënd me kamxhikun e bretkosave. Kështu lumi do të mbushet me bretkosa, dhe ato do të ngjiten dhe do të hyjnë në shtëpinë tënde, në dhomën ku flet ti, mbi shtratin tënd, në shtëpitë e shërbëtorëve të tu dhe midis popullit, në furrat e tua dhe në magjet e bukës. Dhe bretkosa do të vinë kundër teje, kundër popullit tënd dhe kundër tërë shërbëtorëve të tu. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: I thuaj Aronit: Shtri dorën tënde me bastunin tënd mbi lumenjt, mbi kanalet dhe pellgjet, dhe bëj që të ngjiten bretkosat mbi vendin e Egjiptit. Kështu Aroni shtriu dorën e tij mbi ujërat e Egjiptit, dhe bretkosat u ngjitën dhe mbuluan vendin e Egjiptit. Por magjistarët bën të njëjtën gjë me artet e tyre të fshehta dhe i bën bretkosat të ngjiten në vendin e Egjiptit. Atëherë faraoni thirrri Mojsiun dhe Aronin dhe u tha: Lutjuni Zotit që t'i largoj bretkosat nga unë, nga populli im, dhe unë do ta lejoj popullin të shkojë që do bëj fli për Zotin. Mojsiu i tha faraonit: Bëm nderin kur të më thuash të ndërhyj për ty, për shërbëtorët e tu dhe për popullin tënd pranë Zotit, me qëllim që ai të zhduk bretkosa që ndodhen rreth teje dhe shtëpive të tua, dhe të mbeten vetëm në lum. Ai u përgjigj: Nesër. Dhe Mojsiu tha: Do të bëhet siç thua ti, kështu që ti të dish se askush nuk është si Zoti, Perëndia ynë. Dhe bretkosa do të largohen nga ti, nga shtëpitë e tua, nga shërbëtorët e tu dhe nga populli yt. Ato do të mbeten vetëm në lum. Mojsiu dhe Aroni dolën nga faraoni. Dhe Mojsiu ju lut Zotit për bretkosat që kishte dërguar kundër faraonit. Dhe Zoti veproi sipas fjalës së Mojsiut, dhe bretkosat ngordhën në shtëpitë, në oborret dhe në arat. I grumbulluan pastaj në togje dhe vendi filloi të mbaj erë të keqe. Po kur faraoni pa që kishte pak lehtësim, e ngurtësoi zemrën e tij dhe nuk i dëgjoi më ashtu siç kishte thënë Zoti. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: I thuaj Aronit: Zgjadhe bastunin tënd dhe rrih pluhurin e tokës, dhe ai do të bëhet mushkonja për tërë vendin e Egjiptit. Dhe ata kështu vepruan. Aroni shtriu dorën me bastunin e tij, rrahu pluhurin e tokës dhe njerëzit e kafshët u mbuluan nga mushkonja. Tërë pluhuri i tokës u shndërrua në mushkonja në të gjithë vendin e Egjiptit. Magjistarët u përpoqën të bënin të njëjtën gjë me anë të arteve të tyre të fshehta për të prodhuar mushkonja, por nuk ia dolën dot. Mushkonjat mbuluan pra njerëzit dhe kafshët. Atëherë magjistarët i thanë faraonit: Ky është gishti i Perëndisë. Por zemra e faraonit u ngurtësua dhe ai nuk i dëgjoi më, ashtu siç kishte thënë Zoti. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: Çohu herët në mëngjes dhe paraqitu tek faraoni, kur ai del për të vajtur drejt ujit, dhe thuaj: Kështu thot Zoti: Lëre popullin tim që të mund të më shërbej, por në rast se ti nuk e lë popullin tim të shkojë, ja unë do të dërgoj kundër teje mbi shërbëtorët e tu, mbi popullin tënd dhe brenda shtëpive të tua mori mizash. Shtëpitë e egjiptasve do të jenë plot me mori mizash dhe kështu do të jetë toka mbi të cilën ndodhen. Por atë ditë unë do ta veçoj vendin e Goshenit ku banon populli im, dhe atje nuk do të ketë mori mizash, që ti të dish që unë jam Zoti në mes të vendit. Unë do të bëj një dallim midis popullit tim dhe popullit tënd. Nesër ka për të ndodhur kjo mrekulli. Dhe Zoti ashtu veproi. Erdhën grumbuj të dendur mizash në shtëpinë e faraonit dhe në shtëpitë e shërbëtorëve të tij dhe në gjithë vendin e Egjiptit. Toka u shkretua nga moria e mizave. Atëherë faraoni thirri Mojsiun dhe Aronin dhe u tha: Shkoni, bëni fli për Perëndin tuaj në vend. Por Mojsiu u përgjigj: Kjo s'ka si bëhet, sepse do t'i bënim Zotit Perëndis ton fli që janë të neveritshme për egjiptasit. Ja duke bërë para syve të tyre fli që janë të neveritshme për egjiptasit, a nuk do të na vrasin me gur? Do të shkojmë në shkretëtir duke ecur 3 ditë me radhë dhe do të bëjmë fli për Zotin Perëndin ton, ashtu si do të na urdhërojë ai. Faraoni tha: Unë do t'ju lë të shkoni që të bëni fli për Zotin Perëndin tuaj në shkretëtir, vetëm mos shkoni shumë larg. Lutuni për mua. Mojsiu tha: Ja, unë po dal nga ti dhe do t'i lutem Zotit, dhe nesër moria e mizave do të largohet nga faraoni, nga shërbëtorët e tij dhe nga populli i tij. Mjafton që faraoni të mos tallet me ne, duke penguar popullin të shkojë e të bëj fli për Zotin. Mojsiu u largua pastaj nga prania e faraonit dhe u lut Zotit. Dhe Zoti veproi sipas fjalës së Mojsiut dhe largoi morinë e mizave nga faraoni, nga shërbëtorët e tij dhe nga populli i tij. Nuk mbeti as edhe një mizë.
Por edhe këtë herë, Faraoni e ngurdhësoi zemrën e tij dhe nuk e la popullin të shkojë. Luka, kapitulli 11. Dhe ndodhi që ndërsa po lutej në një vend, si mbaroi, një nga dishepujt e tij i tha: Zot, na mëso të lutemi ashtu si mësoi edhe Gjoni dishepujt e vet. Dhe ai u tha: Kur të luteni, thoni: Ati ynë që je në qiej, u shenjë të roft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëv vullneti yt si në qiell edhe në tokë. Na jep çdo ditë bukën tonë të përditshme, dhe na i fal mëkatet tona sepse edhe ne i falim fajtorët tanë, dhe mos lejo të bijem në tundim, por na shpëto nga i ligu. Dhe u tha atyre: Cili prej jush që ka një mik dhe i shkon në mesnatë e i thot: Mik, më jep huatri bukë sepse më erdhi nga udha një miku im dhe unë s'kam çfarë t'i vë përpara, dhe ai nga brenda duke u përgjigjur thot: Mos më mundo. Dera është tashmë e mbyllur dhe fëmijët e mi janë në shtrat me mua, nuk mund të çohem me të jap. Unë po ju them se edhe nëse nuk çohet t'ja jap sepse e ka mik, do të çohet gjithsesi për shkak të paturpsisë së tij dhe do t'i jap sa i nevojitet. Dhe unë po ju them: Lypni dhe do t'ju jepet. Kërkoni dhe do t'i gjeni. Trokitni dhe do t'ju hapet. Sepse kushdo që lyp merr, kushdo që kërkon gjen dhe do t'i hapet atij që troket. Dhe cili nga ju është babai i tillë që po t'i lyp djali buk, t'i jap një gur, ose po t'i lyp një peshk në vend të peshkut t'i jap një gjarpër, ose po t'i lyp një vezë i jep një akrep? Nëse ju pra, që jeni të ligj, dini t'u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër Ati në qiell do t'u jap frymën e shenjtë atyre që ja lypin. Dhe Jezusi po dëbonte një demon që ishte me mec, dhe ndodhi që kur demoni doli me meci foli dhe turmat u mrekulluan. Por disa nga ata thanë: Ai dëbon demonet nëpërmjet Belzebubit, kreu të demonëve, por të tjerë për ta tunduar kërkonin prej tij një shenjë nga qielli. Por ai duke i njohur mendimet e tyre u tha atyre: Çdo mbretëri e përçarë në vetvete shkretohet dhe çdo shtëpi e përçarë në vetvete rrëzohet. Po të jetë pra edhe Satani i përçarë në vetvete, si do të qëndrojë mbretëria e tij? Sepse ju thoni që unë i dëboj demonet nëpërmjet Belzebubit, por nëse unë i dëbokam demonet nëpërmjet Belzebubit, nëpërmjet kujt i dëbojnë ata bijtë tuaj? Prandaj ata do të jenë gjykatësit tuaj. Por nëse unë i dëboj demonet me gishtin e Perëndis, mbretëria e Perëndis pra ka arritur te ju. Kur i forti, i armatosur mirë e ruan shtëpinë e vet, pasuria e tij është në paqe. Por kur vjen një më i fortë se ai dhe e mund atë, ja merr gjithë armët në të cilat kishte shpresë dhe i ndan plaçkat e tij. Kush nuk është me mua është kundër meje dhe kush nuk mbledh me mua shpërndan. Kur fryma e ndyr ka dal nga njeriu, endet në vende të thata pa ujë duke kërkuar prehje dhe duke mos e gjetur thot: Do të kthehem në shtëpinë time prej nga dola. Dhe kur kthehet e gjen të fshirë të stolisur, atëherë shkon e merr me vete 7 frymra të tjera më të liga se veten, dhe ato hyjnë dhe banojnë aty. Dhe gjendja e fundit e atij njeriu bëhet më e keqe se e para. Por ndodhi që ndërsa ai thoshte këto, një grua nga turma e ngriti zërin dhe i tha: Lum barku që të barti dhe gjinjt që të mëndën. Por ai u tha: Lum më tepër ata që e dëgjojnë fjalën e Perëndis dhe e ruajnë. Duke qenë se turmat po i shtyeshin përreth, ai filloi të thotë: Ky brez është i lig. Ai kërkon një shenjë dhe shenjë nuk do t'i jepet përveç shenjës së profetit Jona. Sepse ashtu si Jona qe një shenjë për Niniveasit, kështu edhe Biri i njeriu do të jetë një shenjë për këtë brez. Mbretëresha e jugut do të ngrihet ditën e gjyqit me njerëzit e këtij brezi dhe do t'i dënojë, sepse ajo erdhi nga ska i dheut për të dëgjuar urtësinë e Salomonit. Dhe ja, këtu është dikush më i madh se Salomoni. Niniveasit ditën e gjyqit do të ringjallen me këtë brez dhe do ta dënojnë, sepse ata u penduan nga predikimi i Jonas, dhe ja, këtu është dikush më i madh se Jona. Dhe asnjëri kur ndez një llampë nuk e vën në një vend të fshetë, as nën babun, po mbi dritë mbajtësen që të shohin dritën ata që hyjnë. Llampa e trupit është syri. Nëse pra syri yt është i pastër, gjithë trupi yt është i ndriçuar. Por nëse syri yt është i lig, edhe trupi yt është i errët. Prandaj trego kujdes që drita që është në ty të mos jetë terr. Nëse pra gjithë trupi yt është dritë, pa asnjë pjesë të errët, do të jetë plotësisht dritë, siç ndodh kur llampa të ndriçon me rrezatimin e saj. Dhe ndërsa Jezusi po fliste, një farise e ftoi për drek në shtëpinë e vet dhe ai hyri dhe zuri vend në tryezë. Edhe fariseu u çudit kur pa se Jezusi nuk u la përpara drekës. Dhe Zoti i tha: Tani ju farisejt
Pastroni të jashtmen e kupës dhe të pjatës, ndërsa brendësinë tuaj e keni plot me grabitje dhe ligësi. Të pamend. Ai që bëri anën e jashtë me valla nuk bëri edhe të brendshmen, por jepni sidomos atë që është për brenda dhe çdo gjë do të jetë e pastër për ju. Por mirë ju o farisej, sepse ju paguani të 10 e ryzës, të mendrës dhe të çdo barishtaje dhe pastaj anashkaloni gjyshin dhe dashurinë e Perëndisë. Këto duhet i bëni dhe ato të mos i linit. Mirë ju o farisej, sepse ju e doni vendin e parë ndër sinagoga dhe përshëndetjet në përsheshe. Mirë ju skrib dhe farisej hipokrit, sepse jeni si varret që nuk duken dhe njerëzit që ecin si për tyre nuk e din. Atëherë, duke u përgjigjur një nga mësuesit e ligjit i tha: Mësues, duke thënë këto ti po na thyen edhe ne. Dhe ai tha: Mirë edhe ju o mësues të ligjit, sepse i ngarkoni njerëzit me barë që me vështirësi barten dhe ju nuk i prekni ato barë as edhe me një gisht. Mirë ju, sepse ju ndërtoni varret e profetëve dhe etrit tuaj i patën vrar ata. Kështu ju dëshmoni dhe i miratoni veprat e etërve tuaj, sepse ata i vran dhe ju ndërtoni varret e tyre. Për këtë arsye edhe urtësia e Perëndisë tha: Unë do të dërgoj profet dhe apostoj dhe ato të vrasin disa prej tyre e do t'i përndjekin, që prej këtij brezi të kërkohet gjaku i të gjithë profetëve i cili u derdh që nga themelimi i botës. Nga gjaku i Abelit deri te gjaku i Zakarias që u vra midis altarit dhe tempullit, po, unë po ju them se prej këtij brezi do të kërkohet. Mirë ju o mësues të ligjit, sepse ju e morët çelësin e njohurisë, ju vetë nuk hyt dhe penguat hyrjen atyre që po hynin. Por ndërsa ju fliste atyre këto gjëra, skribët dhe farisejt filluan të zemërohen shumë dhe ta sulmojnë atë me shumë pyetje, duke ngritur kurthe dhe duke kërkuar të kapnin diçka prej gojës së tij që ta akuzonin. Jobi, kapitulli 25. Atëherë Bildadi nga Shuahu u përgjigj dhe tha: Ati i përkasin sundimi dhe terrori. Ai sjell paqen në vendet e tij shumë të larta. A mund të llogariten vallu shtrit e tij? Dhe mbi kë nuk del drita e tij? Si mund të jetë pra njeriu i drejtë përpara Perëndisë, ose si mund të jetë i pastër një i lindur nga një grua? Dhe nëse edhe hëna nuk shkëlqen dhe yjet nuk janë të pastër në sytë e tij, aq më pak njeriu që është një vemje, biri i njeriut që është një krimb. Jobi, kapitulli 26. Atëherë Jobi u përgjigj dhe tha: Si e ke ndihmuar të doptin, ose si e ke ndihmuar krahun pa forcë? Si e ke këshilluar atë që nuk ka dituri dhe çfarë njohurish të mëdha i ke komunikuar? Kujt ja ke drejtuar fjalët e tua dhe kujt është fryma që ka dalë prej teje? Të vdekurit dridhen në ujrat dhe kështu bëjnë dhe banorët e tyre. Para atij Sheoli është i zbuluar, Abadoni është pavel. Ai shtrin veriu në zbrazti dhe e mban tokën pezull mbi hiqin. I mbyll ujrat në rreth e tij, por ato nuk qahen në peshën e tyre. E mbulon pamjen e fronit të tij duke shtrirë rreth e tij mbi të. Ka shënuar një kufi të veçantë mbi sipërfaqen e ujrave në kufirin e dritës me terrin. Kolonat e qiellit dridhen dhe habiten nga kërcënimi i tij. Me forcën e tij shëtëson detin, me zgjuarsinë e tij ka rrëzuar Rahabin, me frymën e tij ka zbukuruar qiejt, dora e tij ka shpuar tepër te i gjarprin dredharak. Ja, këto janë vetëm thekët e veprave të tij. Çmërmërim të lehtë të tij arrim të dëgjojmë, por vallë, kush do të arrijë të kuptojë gjymimin e fuqisë së tij? 1 Korintasve, kapitulli 12. Edhe për sa u përket dhuntive frymërore o vëllezër, nuk dua të jeni të paditur. Ju e dini se kur ishit pagan tërhiqeshit pas idhujve të pagoj, si do të prireshit. Prandaj ju bëj të ditur se asnjë që flet në frymën e Perëndisë nuk i thot Jezusit i mallkuar, edhe asnjë nuk mund t'i thot Jezusit Zot veçse në frymën e shenjtë. Ka larmi dhuntish, por është i njëjti frymë. Ka dhe larmi shërbimesh, por është i njëjti Zot. Dhe ka larmi veprueshmërish, por është i njëjti Perëndi, i cili i vepron të gjitha gjërat në të gjithë. Dhe secilit i jepet shfaqja e frymës për dobinë e përbashkët. Dikujt pra i jepet fjalë urtësie me anë të frymës, një tjetri sipas të pati frymë fjalë njohurie, një tjetri besim në po të frymë, një tjetri dhunti të shërimeve në po të frymë, një tjetri pushtet për të kryer mrekulli të fuqishme, një tjetri profeci, një tjetri të dallojë frymërat, një tjetri larmi gjuhësh, një tjetri interpretimi i gjuhëve. Dhe të gjitha këto i bën një njëjti dhe i vetmi frymë, duke i ndarë gjithë secilit dhunti veç e veç, ashtu si do vetë. Sepse ashtu si trupi është një dhe ka shumë gjymtyr, edhe të gjitha gjymtyret e të njëjtit trup, megjithse janë shumë,
janë një trup i vetëm, kështu është edhe Krishti. Sepse të gjithë jemi pagëzuar në një frymë të vetëm në një trup, qofshin hebrej apo grek, sklevra të lirë, dhe të gjithë jemi ujitur në një frymë. Sepse edhe trupi nuk është një gjymtyre vetme, por shumë. Si kur të thoshte këmba, mbasi nuk jam dorë, unë nuk jam pjesë e trupit, mos për këtë nuk është pjesë e trupit, dhe si kur veshi të thoshte, mbasi nuk jam sy, unë nuk jam pjesë e trupit, mos për këtë nuk është pjesë e trupit, po të ishte gjithë trupi sy, ku do të ishte dëgjimi? Po të ishte gjithë dëgjim, ku do të ishte të nuhaturit? Por tani Perëndia ka vënë çdo gjymtyrë të trupit ashtu si deshi. Po të ishin të gjitha gjymtyret një gjymtyre vetme, ku do të ishte trupi? Tani pra janë shumë gjymtyrë, por një trup i vetëm. Dhe syri nuk mund t'i thot dorës, unë nuk kam nevojë për ty. Dhe po ashtu koka nuk mund t'u thot këmbëve, unë nuk kam nevojë për ju. Madje shumë më tepër ato gjymtyrë të trupit që duken se janë të dobta, janë të nevojshme. Dhe ato që ne na duken më pak të nderuara të trupit, pikërisht ato rrethojmë me më shumë nderim, dhe të pahishmet tona kanë më tepër hieshi. Por gjymtyrët tona të hishme nuk kanë nevojë. Por Perëndia e ndërtoi trupin duke i dhënë më tepër nder asaj pjese që e kishte mangut, që të mos kishte përçarjen e trup, por të gjitha gjymtyrët të kenë të njëjtin kujdes për njëra tjetrën. Dhe nëse vuajnë një gjymtyrë, të gjitha gjymtyrët vuajnë bashkë, kurse po të nderohet një gjymtyrë, të gjitha gjymtyrët gëzohen bashkë me të. Dhe ju jeni trupi i Krishtit dhe gjymtyrët e tij veç e veç. Dhe Perëndia vuri disa në kishë, së pari apostuj, së dyti profet, së treti mësues, pastaj veprat fuqishme, pastaj dhuntitë e shërimeve, të ndihmës, të qeverisjes, të larmive të gjuhëve. A janë vallë të gjithë apostuj? Janë vallë të gjithë profet? Janë vallë të gjithë mësues? A kanë vallë të gjithë dhuntinë e veprave të fuqishme? A kanë vallë të gjithë dhuntitë e shërimeve? A flasin vallë të gjithë në gjuhë të tjera? A interpretojnë vallë të gjithë? Por kërkoni me zell dhuntitë më të mira. Dhe unë do t'ju tregoj një udhë shumë më të lartë.